U përshëndetën në gjuhën anëtare të njëri tjetrit. Ministri i jashtëm Timço Mucunski priti me lule dhe sipas protokollit homologen e tij nga Shqipëria Elisa Spiropali. Në fjalën e saj, kryediplomatja shqiptare tha se Maqedonia e Veriut duhet ta zbatojë në përpikmëri marrëveshjen e Ohrit, gjithsesi shtoi se shqiptarët janë faktor shtetformues. Shqipëria e mbështet integrimin evropian të Maqedonisë Veriut jo thjesht si një fshinj me të cilin ndajmë një të ardhmet përbashkët, por edhe sepse këtu jeton një komunitet shtetformues shqiptar që arrin deri në 30% popullsisë së përgjithshme sipas censusit fundit. Shqiptarët e Maqedonisë Veriut janë një faktor progresist, pro-evropian dhe vendimtar për stabilitetin demokratik dhe orientimin euroatlantik. Prandaj në klimën e sotme gjeopolitike, ku ndikimet e aktorëve të tretë po shtohen dhe kërcënimet hibride po bëhen më agresive, roli konstruktiv i shqiptarëve dhe i përfaqësuesve të tyre politik në shumicë apo në opozit mbetet jetik për vijimin e reformave dhe përparimin në rrugën evropiane. Në muajin shkurt në Tiranë pritet të institucionalizohet bashkëpunimi 5 palësh në korridorin 8 ndërmjet Italisë, Shqipërisë, Maqedonisë së Veriut, Bullgarisë dhe Rumanisë për një kornizë strategjike. Si dy vende anëtare të NATO-s dhe kandidate për antarësim në BE, në takimin e sotëm u diskutua për vazhdimsinë e marrëdhënieve politike dhe shkëmbimit tregtar ekonomik, tha ministri Timço Mucunski. Pritet që gjatë vitit të ardhshëm të hapet një zyrë re konzullore e Shqipërisë në Manastir, në qytetin alfabetit shqip. Разговаравме и за конкретна соработка во делот на билатералните односи, за значењето на коридорот 8 за двете држави, за повеќе различни иницијативи кои што ќе ги најавиме во следниот период, иницирани заеднички од нас и со други колеги од земјите членки на Европската Унија. Зборувавме за трговската размена, за економската соработка. Пред неколку месеци Република Албанија отвори нов генерален конзулат во градот Струга. Се радуваме што очекуваме во 2026 година ние да отвориме наш нов генерален конзулат во Корча. Разговаравме за поврзувањето и во различни други области, за добрососедството, за размената на различни проекти. Duke qenë se Shqipëria ka hapur të gjitha kapitujt e negociatave për integrim në Bashkimin Evropian dhe pritet që deri në vitin 2030 të bëhet shtet antar i plot, është shtuar edhe interesimi shqiptarëve të Maqedonisë së Veriut për aplikim të shtetësisë shqiptare. E pyetur për këtë, ministri Spiropali tha se shteti shqiptare ka detyrim kushtetues që të kujdeset për shqiptarët kudo që ndodhen për të drejtat, mirëqenjen, sigurinë dhe bashkëjetesën e tyre, duke shtuar se shqiptarëve u takon me ligj drejta e marrjes së shtetësisë shqiptare.